prova edhe njëherë, me gjithë forcën që kisha, por këtë herë zemra ime nuk gjeti më njëse për të vazhduar. Nuk funksionon. Ndoshta sepse u lodhëm duke luftuar për diçka që po na ikte nga tuar. Ndoshta sepse fjalët tona nuk ishin më të njëjtin kuptim, apo sepse heshtjet mes nesh filluan të flisnin më shumë se çdo bisedë. Dikur mjaftonte një mesazh nga ti që dita ime të ndryshonte, mjaftonte zëri yt për të harruar çdo problem, mjaftonte një përkafim që të besoja se gjithçka do të bëni. Sot i njëjti emër, mos joni boshllëk. Ne menduam se do ta kalonim çdo vështirësi, premtuam se nuk do të dorëzoheshim, se dhe kur botot ishte kundër nesh do të qëndronim bashk. Por ndonjëherë dy njerëz mund ta duan njëri tjetrin dhe përsëri të mos dinë si të qëndrojnë bashk. Dhe kjo është ajo që më dhem më shumë, jo fakti që mbaroj, por fakti që dikur besoja se nuk do të mbaronte kur. Kam kujtuar shumë herë ditët tona, fjalët, shikimet, të qeshurat, momentet e vogla që atëherë dukeshin të zakonshme dhe sot janë bërë kujtime që do të doja ti jetoja edhe një herë. Por koha nuk kthehet dhe njerëzit ndryshojnë, edhe në mbërshumon. Ti nuk ishe maj person që njihja në fillim, dhe ndoshta asu nuk isha maj që kishe dashur. U larguam pak nga pak pa e kuptuar se po humnim njëri tjetrin. Në fillim mendova se ishte vetëm një periudhë e keqe, mendova se do të kalonte, mendova se do të flisnim, do të kuptonim gabimet dhe do të fillonim përsëri. Por çdo herë që përpiqesha, ndjesha sikur po trotoja në një derë që ti nuk doje më të hapje. Dhe një ditë u lodha. U lodha duke kërkuar arsye, u lodha duke pritur, u lodha duke falur, u lodha duke Sepse dhe zemra me fort lodhet kur jep gjithçka dhe merr vetëm heshtje. Nuk funksionoi të të harroja me njëherë, çdo gjë më kujtonte ty, një këngë, një vend, një aromë, një orë e caktuar e ditës. Kishte momente kur dora më shkonte vetë te telefoni, vetëm për të shkruar. Pastaj kujtohesha se nuk ishim më ne, dhe e lija telefonin më njanë. Sa i çuditshme është të mësosh të jetosh pa një njeri që dikur ishte pjesë e çdo dite tënde. Të mësosh të mos presësh më një telefonat, të mos presësh më një si je, të mos kërkosh më një shpjegim. Ndoshta me vështira ishte të pranoja se nuk mund ta shpëtoja vetëm atë që duhej ta shpëtonim të dy. Unë mund të jepja dashuri, mund të kërkoja falje, mund të prisja, mund të luftoja,
por nuk mund të luftoja për të dy. Dhe kjo ishte pika ku kuptova se ndonjëherë te dorëzohesh, nuk do të thot se nuk dashuron, no do të thot se ke kuptuar që po hum vetëm duket u përpikur të mbash dikë tjetër. Ti ndoshta do të mbetesh një pjesë e imja, jo sepse dua të kthehesh, por sepse disa njerëz nuk harrohen plotësisht. Ata bëhen pjesë e historisë sonë, një kapitull që nuk mund ta fshish. Mund vetëm ta mbyllësh, sot nuk të urrej. Nuk dua të të shoh keq, nuk dua të kthehem të ditët e dhimbjes në një mënyrë të çuditshme. Të uroj të jesh mirë, por këtë herë dua të jem mirë edhe unë. Kam kaluar shumë net duke pyetur veten ku gabova. Ndoshta gabova kur dhash më shumë se ç'duhej. Ndoshta gabova kur falja gjëra që nuk duhej t'i falja. Ndoshta gabova kur e vendosa lumturinë tënde mbi timen. Por tani e di diçka, nuk ishte gjithmonë fajin. Disa histori thjesht mbarohen, disa njerëz largohen, disa premtima harrohen, dhe disa dashuri sa do të bukura të kenë që nuk arrin të mbijetojnë. Ne u mundua, por nuk funksionoj. Vendoshta një ditë kur të kujtoj gjithçkan, këto dëmim më vin mbi ato të pushqesht, ato të fen. Ishte bukun delshta zgjat, sarë se banashisht fundi, po nuk dua ta mohoj.